pra mund të ka një USB që nuk lejohet, se është sendi i palishëm, nuk mund të futet në burg dhe nuk e hap dot. Sepse po çka ke për të hap, le të hapi. Unë nuk e konsideroj si kërcënim. Sepse tash ai i boni 9 muaj para burgosur, sa bën tash? Po 9. Avash moshën 9 muaj dhe ideja që mbrojtja është bërë ligjore, mendoj. Tash pritet vendimi i gjykatës kushtetuese. Thjesht dua vetëm të caktoj dhe diçka tjetër të them, për sa i përket Këshillit Bashkiak vjen nga Partia Socialiste, Këshilli i Ministrat është nga Partia Socialiste dhe janë goditjet e zotit Veliaj, 3 goditje brenda kohëve, që do thotë Këshilli Bashkiak, Këshilli i Ministrave dhe tani në gjykatë kushtetuese janë goditje. Dhe përveç kësaj ishte një goditje tjetër që tha zoti Veliaj, që brenda 8 orëve, jo në tërmet tha, jo në kur ndodhi tërmeti morën vendimarrje, mua procedura ime u bë brenda 8 orëve. Nuk është ashtu si po jo, ajo ka marrë ditë të veta, njëra është datë 23, njëra është datë 25. Tani minxora ata të gjithë na urdhëra. Partia në krye të detyrës me presidentin e Partisë Socialiste aty Majtas fare. Edhe keni zgjedh bukur Majtas. Se mos e çoni djathtas andaj. Ajo është çështje montazhi, është çështje. Po e ka gjetur. Bravo. Majtas ashtu i bën. Okej, se do kaloj edhe tek ushdima, por ta përmbyll bisedën me Karanxhën. Do ta përfitoj Veliaj nga diskutimi ligjor që dëgjove dje, si mendon, sepse ne ndoshta nuk do të ndikojmë te vendimi i gjykatës kushtetuese, besoj mund ta themi, po si e lexuam që vendimi që mund të marrë, pra shkarkon apo nuk e shkarkon. Atëherë un po marr versionet që ti diskutojmë, domethënë si mund, domethënë pa ndikuar në vendimin e gjykatës, domethënë. Tani unë i theksoj asaj parimi i gjimit në procesin administrativ. Po. Shkarkimi i Velias pa u gjuhë nga Këshilli Bashkiak është një shkelje e rëndë e ligjit. Sepse nëse ne pranojmë për një moment që mund të shkarkohesh pa u dëgjuar, pavarësisht se ajo unë kam shprehur dhe mendimin tim personal, mos paraqitja 3 muaj në detyrë është që ti duhet të largohesh, sepse është Bashkia Kryesore e Tiranës, ka nevojë për shërbime, duhen po zgjedhje të marrë me pak fjalë. E kërkojmë fillim opozita me kalimin e 3 muajve, opozita e Këshillit Bashkiak në maj nuk u pranu tash, pra kjo është çështje fakti. Por kjo s'do të thotë që ne po respektojmë liritë dhe drejtat e personit, qoftë proces administrativ, qoftë proces civil, qoftë proces penal. Për mua gjykata kushtetuese duhet të japë zgjidhje, pra të krijojë një precedent dhe për administratën publike, kur shkarkohet një person ose kur merret një masë disiplinore ose merret një akt administrativ, parimi i gjimit është thelbësor. Këtë punë do ta zgjidhë se e ka ngrit Velia e para. Parimi i mbrojtjes, pra edhe në procedurën administrative mund të kesh një mbrojtës. Dhe më pas shprehet nëse është apo jo shkaku ligjor. Po për mua procedura është shumë e rëndësishme, pavarësisht se është çështje fakte. Pra Këshilli Bashkiak ka një vullnet politik, thotë të gjithë janë unanim që duhet të ikë se s'ka deri 3 muaj punë. Por kjo do të thotë që ne të cënojmë liritë dhe drejtat e njeriut. Ku procesi i rregullt ligjor është pjesë e neni 6 konventës evropiane të drejtave të njeriut, është pjesë e kushtetutës. Edhe neni 42 kushtetutës parashiko qartë procesin e rregullt ligjor, thotë. Çdo person thotë që gjykohet ka drejt të dëgjohet, pra dhe nëse vendimi dëgjohet. Edhe një person i dënuar me varje ose më përpara se të skemi më dënim me vdekje ose edhe një vrasje me pagesë, ti ke drejt, kesh fjalën çdo kohë. Prandaj mos i lësh fjalën kryetarit të bashkisë çdo kohë, mendoj që është shkelje procedure. Tani është shkelje të tillë procedurë që e bën vendimin absolutisht pavlefshëm apo jo, është gjykata kushtetuese që do shpreh. Okej, kjo. Ne ndikemi një ser tjetër të Veliajt, një sinkron tjetër, sepse foli gjatë, ishte një, le të themi 13 minuta që i mbajti intensive, por edhe gjatë seancës pati mundësi të shprehej. Ndjekim çfarë tha dhe rikthehemi sërish për diskutim. Dhe kur beson që ke dhënë gjithçka për këtë mandat të qytetarëve, vjen arsye për cilën të largohen nga detyra. Dhe citoj: mos prezenca në detyrë për më shumë se 3 muaj. Nuk isha se si të më thyenin më rënd se kaq. Domethënë ka qenë fyerja më e rëndë e zësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi. Nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Kjo akuzë nuk më lëndon për fjalën dhe shkresat e shkreta që ka prodhuar, por për padrejtësinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, two wrongs don't make a right. 2 padrejtësi nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Pra,
padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimit dhe të shoqërimit nuk e bën vendin më drejt, prandaj kemi përfunduar në gjykatë kushtetuese sepse padrejtësi mbas padrejtësie nuk prodhua më shumë drejtësi. Pra, kjo është një tjetër pjesë e fjalës Veliet, i cili foli për bashkëpunëtorët e të cilët duket sikur kryen një lloj tradhtie ndaj Erion Veliej, teksa e shkarkuan pa e dëgjuar në Këshillin Bashkiak ajo që po thoshte edhe Karanja pak më herët, që nga pikpamja legislative mund të jetë një shkelje e procedurës, por a do të ndikojë apo jo në vendimin e gjykatës kushtetuese për të shpallur të pavlefshëm ose jo shkarkimin, kjo do duhet të parë. Tani shkupton këtu ndoshta edhe pak nga pikpamja politike, sepse ti zhdhima flet, analizon edhe politikën. Po pse? Ja pas më kuptove. Atë. Pra, je jurist shumë i mirë, avokat shumë i mirë, por ke edhe pikpamjen politike. Do dua që të më ndërthuash tani të dyja. Tani, për rastin e zotit Veliej, për sa i përket pjesës së masës sigurisë, do të kemi diçka parasysh, jo për zotin Veliej, sa i tha diçka shumë të mirë që unë po punoj edhe për ju të tjerë, të cilët mund të kandidoni nesër. Po, përmendi Qorin, përmendi Florian Binaj, përmendi Urgeta Panastriliun, që mund të ndodhe juve kjo që ndodhi mua. Po, në rast se unë bëhem kryeministër, edhe ja mendja ime është e smur, dhe vendos ty për shembull ose zotin Karanja, ka kryetar Bashkia e Tiranës, për kandiduar, por nuk fitoni ju, fiton një kundërshtar. Çfarë bëj unë? Përdor mekanizmin e policisë së shtetit, edhe procedoj palë kundërshtar që të vendosot ty zotin Karanja kryetar Bashkia e Tiranës. Pse e bëj këtë? Sepse përdor masën e sigurisë arrest në burg. Pra do të thotë që zoti Veliej kishte një të drejtë, por e tha me shumë vonesë. Sepse kur arrestuar Ilir Meta në atë formë, asnjëri nuk reagoi. Ku arrestuan në atë formë Sali Berisha, asnjëri nuk reagoi. Ku arrestuan në atë formë Ilir Beqja, asnjë nga këta nuk reaguan. Nuk them vetëm për kundërshtarët politik, por edhe për veten e tyre, edhe nga tarafet e tyre. Nuk reaguan. Dhe tani zoti Veliej na vjen në gjykatën kushtetuese dhe na thot, unë po bëj betejë edhe për të tjerët. Jam shumë dakord për këtë gjë. Por kur unë kam thënë paraprakisht këtë gjë në çdo media që kjo gjë që po bëhet për zotin Veliej nuk është sepse zoti Veliej duhet të amnistohet apo jo, por zoti Veliej ose rasti i tij duhet të merret si praktik, sepse është për herë të parë kjo praktik që ka të bëjë me shkarkimin nga Këshilli Bashkiak për mungesë 3 mujore. Okej. Dhe ju e keni aty një dokument që tregon qartazi që masa e sigurisë nuk përbën një shkak i rënd për shkarkimin e një kryetari të bashkisë. Regjia, të lutem më nxirrni pak dokumentin mbrapa, është shpjegimi që jeni 62 C kam përshtypjen. Në normimin e ligjit të vetë qeverisës vendore 62. Okej, sa do bëj gati dhe regjia? Dhe duke u bazuar tek ky ligj. Tani më thuaj çfarë do të lexoj shumë mirë, mos ta lexoj të gjitha. Për disa vendime gjykata kushtetuese, prit atëre. Në disa vendime. Jo, një sekondë, gjithashtu kryetarët e bashkisë mund të shkarkohen kur ka një vendim formë shprehje. Atëre, është pjesa e fundit. Gjithashtu, kryetarët e bashkive mund të shkarkohen kur ka një vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. Zakonisht ka shumë kryetar që hetohen për kryerjen e një vepre penale apo kanë një masë arresti në fuqi gjatë kohës së hetimit gjykimit, por kjo nuk mjafton si shkak për nisjen e procedurës së shkarkimit. Duhet një vendim i formës së prerë që dënon kryetarin e bashkisë që të përbëjë shkak për shkarkimin me vendim të Këshillit të Ministrave. Ndërkohë, po kështu në rast të mosparaqitjes të detyrë për një periudhë të pandërprerë prej 3 muash, Këshilli i Bashkisë mund t'i propozojë Këshillit të Ministrave shkarkimin, gjë që u bë. Edhe në këtë rast propozimi duhet të jetë i shoqëruar me dokumente provuese të mungesës në detyrë për një periudhë 3 muajore, që është faktike kjo. Jo, ajo e fundit po tek ajo për lart, çfarë thot ma sigurie dhe të vi këtu unë edhe të them. Një, procesi nuk u bë rregullt në Këshillin Bashkiak, nuk u dëgjua. 2, Këshilli i Ministrave ka një fjali mund të shkarkohet ose po nga Këshilli me fjalja mundet. Pra, fjalia mund të thot mund. Pra ka edhe alternativë që edhe mund mos ta bëj. Ne 115 i kushtetutës se e kemi këtu. Duhet ta lidhim. Organi i zgjedhur drejt për drejt i njësisë qeverisë vendore, sa të vështirë i kanë bërë këto. Po, ju s'ka problem. Po janë kryetari i bashkisë. Sa ta votojnë mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave për shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve. Fjala mund. Tani një sekond. Dhe fjala tjetër, edhe fjala tjetër ka dhe një sekret këtu, thot të rënda kushtetuese që ka të bëjë me kushtetutën dhe ligjeve dhe nuk e ka cituar legjislacion në fuqi që përgjen një gamë e ligjeve të tërë, po thot të ligjeve. Kush është ligji që na vjen pas kushtetutës? Për kryetarin e bashkisë?
Ligji i qeverisë vendore. Bravo, që shkëm tek pika e shkarkimit, tek pika A, shkon pap kushtetuta dhe thot, filloni nga ku kam nisur unë, që është krye shkel të vendore ose të ligjeve, pra legjislacion në fuqi, dënimi për një krye veprës penale në ditë formës pres nga gjykata, nuk e citon gjykatë e brendshme apo të jashtme. Dhe prandaj thot, duhet të aplikoj një sekondë, mos shko të thoja. Jo, në rast se kam unë një vendim dënimi nga një gjykatë huaj dhe jam zgjidhur kryetar bashkie, më shkakton ligji i dekriminalizimit. Po në rast se ai ka marrë formë të prerë dhe po ekzekutohet, unë që të më ruhen siguritë e mia që mund të shkoj ekstradojmë në një vend se do me vra mua, më kupton? Po. I them gjykatës kushtetuese një sekond, do dilni ju me vendimarrje dhe aplikohet në 115, se është një vendim një budallaj jashtë shtetit thot, du ta marrim këtë ta heqim qafë, se bëjmë nxjerrim një vendim kundër dit. Pastaj propozohet për shkarkim nga këshilla për një mosparaqitje në detyrë për një periudhë. Jo, po kjo nuk ka ndodhur me vullnet të lirë. Pse do të thot? Në rast se un kam vetbesim të tepruar tek vetja, them un, po kush e pyet Këshillin Bashkiakun mua voto populli 70%. As nuk shkel. Edhe kjo ndodh edhe te deputeti. Pra do të thot, deputeti Berisha që nuk ishte në veprimtari parlamentare, nuk ju hoqi mandati deputetit, po qëndroi aty për një rrethan që nuk kishte të bënte me deputetin. Se edhe te rregulloja parlamentit e cakton qartazi veprimtaria e deputetit. Prandaj, vetëm që ta përmbyll mos ta bëj shumë gjatë. Vetëm ajo fjalia, gjithashtu kryetarët e bashkisë këto mund të shkaktojnë me vendim formës pres, zakonisht ka shumë kryetar. Prandaj për mua unë se kam votuar Erion Velin dhe nuk do ta votoj kurrë Erion Velin, por për mua ky precedent duhet të regjistrohet nga gjykata kushtetuese që nesër një kryeministër abuzues mos të gjej shkak të fusi kundërshtarin e tij politik. Në qartë. Ma përmbyll Karanxha gjithë të diskutimin. Domethënë jemi përballë kësaj që thet vetëm për raport me Këshillin Bashkiak apo dhe diskutimin e nenit 63C, dhe të diskutimin që bëra me zhvillimën. Gjykata kushtetuese duhet shprehë mendimin edhe për nenin 62.3. Pra, 62C. Pika 3 dhe B. Edhe B-ja dënuar. Pika B dhe C. Po. Okej, pse nuk është i dënuar sepse domethënë po bëjmë një oponencë dhe debat. Po, më duhet kjo. Nëse ka mas sigurimi, do të ishte shtu te pika B, se aty flitet për gjykatën. Apo, s'ka pse me shku te C-ja. C-ja mund të jetë shkaqe të tjera. Pra kemi edhe një boshrik legjislativ. Por kushtet aktuale do duhet marrin ligje sepse dëgjova te gjykata kushtetuese djegtat e diskutimit që nuk nëse kemi kodin e ri këto ndryshimin ose ligjin e ri për qeverisjen, do bazohemi te ky ne. Te ky ligj tani diskutimi është te pika B që flet për ndjekjen penale. Pra aty flitet për ndjekjen. Aty është për një vepër penale që ka marrë formë të prerë. Po jo, ideja që flitet për vepër, mund, domethënë nëse ishte masa mund të ishte shtu këtu. Po. Tani me pak interpretim, siç flasim ne, interpretim zgjeruar, mund të kalohet paragrafin 3, por do jetë gjykata kushtetuese që do ta çmojë, sepse pika 3 mund të lidhet edhe thy komën, për shembull, shkon në punë. Po. Ose je rrafën rrugë, të kanë rënë një hekër kokës. Çfarë duhet ta shkarkojmë nga puna? Kjo është ideja. Pra duhet edhe sqaru pika 3, domethënë është pak e është shumë e gjerë. Pra mos shkruaj 3 muaj në punë, domethënë duke mos përcaktuar pra me dash, pra me qëllim, pa qëllim. Dhe interpretimi dhe relacioni shpjegues, domethënë ai që ka nxjerrë, domethënë është një farë shpjegimi që ka nxjerrë. Edhe dikush e ka nënshkruar atë relacionin. Partia Socialiste. Nëse jap mendimin tim. Ai është ministri. Nëse jap mendimin tim, Kleçka gjithsej këtu është 3 mujore e pa ndërprer. Po e pa ndërprer. Po kjo pra është ajo që. Po jo pa ndërprer për vullnetin tim. Më nuk besoj se një interpretimin e ty. Po, një sekond. Pa ndërprerja nuk ka kuptimin vetëm kohor, pra 90 ditë nuk shkel. Ma kohore është. Po jo një sekond. Ai të thot ty pa arsye dhe vullneti duhet të jetë pa arsye ose me arsye objektive. Dhe duhet gjykata në rast se duhet analizoj arsyen objektive apo jo objektive. Logjik, mësane, dalim te interpretimi logjik që Bashkia e Tiranës dhe gjithë bashkitë janë organet zgjedhura, janë të përkohshme. Pra duhet pra kur e kanë lënë burg gjithë gjykatat e sistemit shqiptar deri në gjykatë lart, atëherë duhet hap rruga zgjedhjeve të reja. Atëherë po, kur kanë lënë burg, po kur është masa arresti me burg, që s'ka dënim? Po nuk ka dënim. Atëherë i bën që ai nuk mund të shkarkohet. Atë nuk shkon fizikisht, kemi unë çova chat GPT-s. Dje, prit se është interesante shumë zhvillima. Po. Është interesante. Se këtë të analizimin dhe i mora, jo, prit të lutem. Dhe i çova analizën që kishte bërë presidenti për shkarkim dhe për të gjitha. Një analizë shumë e gjatë dhe i thash chatit, mi e probabilitetin, shkarkohet apo nuk shkarkohet Veliaj? 70% thot,
Gjykata kushtetuese do ta lërë në fuqi shkarkimin e Veliajt, duke pranuar se rasti nuk bie në nenin 115 të kushtetutës, pra nuk është shkelje rënd, por mosparaqitje 3 mujore sipas nenit 62C të ligjit 139 fraksion 2015. Në këtë rast Veliaj mbeti i shkarkuar dhe zgjedhjet e pjesëme do zhvillohen. Dhe 30% thot, gjykata kushtetuese pranon kërkesën e Veliajt, shpall se edhe 62C hyn në garancitë e nenin 115 kushtetutës dhe se shkarkimi është i parregull proceduralisht, duke rikthyer përkohësisht në detyrë ose duke dërguar çështjen për rishqyrtim në Këshillin e Ministrave. Në këtë rast vendimi i kushtetueses pezullon efektet e VKM-s dhe se Veliaj rikthehet në detyrë deri në zgjedhjet e ardhshme. Ja, më e thënë çfarë thot. S'ka mund se të ndodhë ajo. Mirë, unë e thash këtë për analizë të përgjithshme. Marrë presidentit. Dëgjoj mua të them diçka. Shiko, ti thua një burim anonim më mirë. Zoti Rustmali ka mbështypin, a? Dëgjoj mua. Okej. Jo, unë thash ja kërkova çatit, realisht e kam kërkuar çatit. Rustmali kishte hallin te dekreti presidentit dhe jo te shkarkimi i zotit Veliaj. Kuptova, ishte. Dhe ai thoshte ato të vetat, po e di ç'a ndodhi me zotin Rustmali. Por si ka mundësi më zotëri? Nga demokrat i devollshëm u bërë socialist i krenarisë madhe. Dhe për kthyer thjesht Veliaj është i shkarkuar dhe me shumë gjaz do të mbetet i tillë, vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë teknikisht jo kompetencë ose rrëzim kërkese. Kush e thotë? ChatGPT, mbas analizës presidencës. Okej. Mirë. Do kalojmë te çështja e fundit. Urdhra, ajo e mund. Kjo e mund këtë që keti këto. Se këtu ta kam sjell gjithë praktikën e asaj që flasim nga 1998 dhe 2023 që gjykata kushtetuese ka marrë në raport gjithmonë me këta kryetarë të bashkisë që këto. Dhe 2017 ka mbështypen është? Ke dhe 2017. Jo, ke edhe në kohën e Berishës. Që këta shkarkonin shumë kryetar komunash dhe këshilla. Bën edhe këta vetat. Dalim te çështja e fundit. Zhvillima çështja e fundit. Në rast se mua, në rast se kjo këtu konkuron me këta ose kjo fiton këtë, do thotë që unë do vi të ndjek këtë këtu. Zhlima, unë po të them, 70% analiza. Në rast se është ajo që thot ajo, unë do vi ta ndjek me qëse ne do kemi qeverisje inteligencë artificiale, edhe unë vendosa probabilitet për skenar këtu, edhe për ndoshta për të bërë dinamike. 70% gjykata kushtetuese lë në fuqi vendimin e shkarkimit. Do vi ta ndjekim këtu kështu. Çështja e fundit, shumë interesante. Do diskutojmë për paraqitjen e ish-kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në SPAK. U paraqit një masdite kur doli, tha që do të parë sekreti hetimor. Do të interesante sepse Karanja është një nga ata persona, ish prokuror, i cili ka pasur në atë kohë çështjen e 21 janarit. Ndjekim çfarë tha Basha dhe rikthehemi për diskutim. Jam thirrur si person që ka dieni për një çështje në hetim. 21 janari? Informacionin se për cilën çështje jam thirrur, ju lutem ta merrni drejt për drejt te institucioni sepse ligjërisht duhet të respektoj sekretin hetimor. Mirë, pra ky është deklarimi i ish-kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha jashtë pra strukturës posaçme, SPAK, ku deklaroi që do duhet marrë informacion brenda prokurorisë për sa kohë është një çështje dhe ka një sekret hetimor. Megjithatë ne kemi mësuar që Basha ka shkuar për të deklaruar për çështjen e 21 janarit, ku në bulevardin Dëshmorët e Kombit patëm 4 protestues të vrarë. Është një çështje e cilën tashmë e ka SPAK në hetim. Tani Karanja. Ne kemi shumë për të folur me këtë, nëse nisim ne këtë bisedë ne mund ta mbarojmë nesër mëngjes, nuk e di, mund na duhet një natë më gjatë dimri, por unë do doja që në këto minuta të mbetura, kemi disa minuta të analizojmë pak. Për çfarë mund të ketë shkuar Basha në raport me 21 janarin, cilat janë provat që një prokuror do të mund ta thërriste ish-ministrin e brendshëm të asaj kohe, sepse duhet kujtojmë që ka qenë ish-ministri i brendshëm dhe ka pasur në varësi gardën. Tani siç duket është, domethënë ka një diçka që shkon sepse ka 15 vjet, tash i mush 15 vjet me 20 janar 2026 mush 15 vjet. Që në fillim ne konstatojmë gabimin e bërë nga ish prokurore e përgjithshme Ina Rama që nuk ka marrë përsipër hetimet për ngjarjet e 21 janarit. Ky fakt është konstatuar nga gjykata e lartë. Ky fakt është konstatuar gjithashtu edhe nga gjykata e Strasburgut, që duhet ishin etu zyrtarët e lartë që me 21 janar, pra duhet ishte regjistruar çështja pranë prokurorisë së përgjithshme. Tani dalim tek provat që kanë dalë.
Prova e parë që ka dalë është një audio përgjim, siç jemi ndjeni, është dorëzuar nga gazetari Artan Hoxha, është dorëzuar tek organet e ndjekjes penale që në rastin konkret të SPAK. Bashkë me Xhaxhain e Alex Nikës kanë Bashkë me Xhaxhain e Alex Nikës. Edhe bashkëshortja e Alex Nikës, e viktimës Alex Nikës, ka qenë aktive, ka paraqitur kërkesa të ndryshme në emër bashkë me Xhaxhain, të dy bashkë kanë qenë, kanë paraqitur kërkesa të ndryshme.